Çfarë bëhet saktësisht në Akademinë e Shkencave, zoti Kroja, ju jeni antar aty. Çfarë punojnë ata kolegë tu? Të gjithë institucionet e Kosovës janë një farforme të politizuar. A ka shpëtim për kësaj situate politike? Historia e Kosovës deri me 1912 është tërësisht e deformuar. Vjen keq zoti Kroja se këtë debatin politikën kosovare dhe në mediat po bëhet për ato se për drejtat e serbëve, për zajednicën, për këto temat tjera e jo për tema aktuale. Ka një tension të madh mes opozitës dhe pozitës, tash bllokadë në kuvend, gjuajtje me ve kryeministrit. Em Tërnova në paraqitjet e tij publike ai vazhdimisht thotë se udhëheq 2 milion musliman të Kosovës. A besoni se deklaratat të tilla zoti Kroja janë abuzim me numra? Por nëse s'jam xhamat nuk mundet me ditë ai kurrë se çfarë mendoj unë dhe si e perceptoj unë fenë dhe besimin. Si është raporti juaj me religionin, a jeni besimtar? Ne kemi shumë besimtar, ne kemi shumë krim. Ne kemi shumë besimtar dhe një shumë njerëz që kanë kthy fesë, ne kemi shumë prostitucion. Nuk është asgjë shëmtuar sot për me qenë ateist.